Por, ajo që është për të thënë tani lidhur me kontekstin e bisedës, është që nëse këta kanë deklaruar sot fituesit të zgjedhjeve që pretendojnë familjen Jashari, diken nga ta ta propozojnë ish dashur dhe familja Jashari, derisa po diskutohet kaq shumë të prononcohet, dëshiron të përzihet në politikë, kushtimisht. Themi, të jetë pjesë e një, themi, ekuacioni politik dhe promocioni politik, duke marrë vend në prezident, apo jo. E para, e dyta, partia fituese ose koalicioni fitues, po ashtu do duhet të tregoshin se në qoftë se kjo nuk shkon, atëherë cili është propozimi tyre në B, propozimi 2. Dhe po më pajtohem që zonja Osmani nuk do duhej për arsye të interesa politike fituesit zgjedhjeve tanishme dhe një bashkëpunimi, një përvojë që kanë pasur deri më tani përkundër oponencave që janë dëshmuar hera herës, duke thënë edhe se lutja dëgjoz me shtetin e tjera, që ky bashkëpunim me vazhdimi politikave përbashkëta dhe koordinimit të treshës kryesore të shtetit në 4 vitet e ardhshme do të ishte edhe për shtetin mendoj unë edhe për partinë fituese, gjithsesi koalicionin fitues me interes. Prandaj nuk mendoj që është hapi i duhur strategjik që të lihet anash opsioni eventual që edhe Vjosa Osmani të vinë konsiderim. Profesor, zotri Kurti, pas takimit me Abdigjikun, diku edhe e përmendi se nuk dëshiron të shkoj me opsione ku shumica më pas numrit total i votave do të jetë në kufi. Ai e përmendi se shumica parlamentare ka 66 vota pro të sigurta, me 15 të Lidhjes Demokratike të Kosovës në rast se shkojnë tek 81 dhe ai bie që deri diku edhe friksohet se për arsye të ndryshme dikush nga ta edhe mund të mos vi dhe të shkoj dëm ndoshta edhe saksisht kjo. Ekziston edhe kjo frika. Lidhja Demokratike nuk është opsion i sigurt i sigurimit edhe nëse e garanton Abdigjiku. Të numrit të duhur për të qëndruar në sallë për t'i pasur 80. Nuk është. Janë 3-4 zëra mos ma tepër, tani më që janë zëra ma tepër që janë pak kënaqur edhe me Lumir Abdigjikun, dhe çfarëdo marrëveshje që ai bën me dikena ata janë pak kënaqur, sidomos me vetëvendosjen që janë të irrituar shumica njerëzve sepse kanë humbur shumë nga vetëvendosja LDK-ja dhe ata që janë i thartë vërtet dhe po mos thënë edhe militant, ata nuk dëshirojnë marrëveshje të tilla, prandaj po vetëm PDK-ja është e sigurt që siguron prezencën e plotë të 80 deputetëve aty. Prandaj duhet të mendoj unë që Kurti kalkulon edhe me këtë ekuacionin e futjes të familjes Jashari në politikisht, pra, në këtë çështje për ta siguruar zgjedhjen e presidentit për të mos shkuar në zgjedhjet e parakohshme. Në qartë. Zeqiri, nga kjo analizë që u bë, pra duke marrë parasysh votat e të gjithëve, a mund të vijem ndoshta në një përfundim se është e pamundur që të bëhen votat për Osmanin? Duke qenë se e dim deri diku qëndrimet e PDK-s, në anën tjetër me LDK-n deri diku edhe s'mund bëhen. Është e qartë që